dhe i kemi pa të rritë dhe të reja tona. Tonat, ato nuk janë të ndonjë populli tjetër, vajzat të reja, të zbuluara, të lakuricuara, së bashku me një djalë të huaj për krahu në mbrëmjen e maturës. Subhanallah. Kjo nuk është as e jona, as e këti populli, as e këti kombi, as e kësaj feje. Nuk e kemi pas ma herët dhe nuk është modeli që në mësoj islami, është modeli që në mësoj harami. Dhe kur ne nuk kemi qenë që t'i përcjellim vajzat tona edhe motrat tona dhe t'u apaguajmë ato veshje me të cilat Allahu është i hidhruar. Na lajmëroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dy grupe prej njerëzve nuk i kam pa, nuk i ka arrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do t'jenë nga banorët e xhehenemit. Kush janë ato? Në mesin e tyre tha kasiyatun ariyat, disa vajza, disa gra të mbuluara, të zbuluara, të mbuluara si pas modës, të zbuluara si pas islamit, të zbuluara, të lakuricuara. La yadkhulna al-janna, nuk hin në xhennet. Këto gra, këto vajza nuk hin në xhennet dhe as që do të nuhasin erën e xhennetit. Subhanallah. Për çfarë arsye? Për arsye se modeli i tyre nuk ka qenë Hava, modeli i tyre nuk ka qenë Merjemi, modeli i tyre nuk ka qenë Hatixheja, modeli i tyre nuk ka qenë Aisheja, ka qenë modeli i tyre filan këngëtarja dhe filan artistja dhe filan modelja e njohur botërore.